Prindërve, mos i thuaj as Në një botë që lëviz me shpejtësi, ku zërat ngrien lehtë dhe durimi venitet shpejt, një thënie lashtë mbetet e fuqishme dhe e gjallë. Mos u thuaj atyre as Kjo fjalë e shkurtër e përmendur në Kur'an, në suren El-Isra, në ajetin 23, mbart një thellësi të jashtëzakonshme. Ajo nuk është thjesht një ndalim për një fjalë të vogël pa kënaqësie, por një thirrje për një standard të lartë moral dhe shpirtëror në marrëdhënien me prindrit. Allahu na ka urdhëruar që të mos adhurohet askush tjetër përveç Tij dhe të silleni mirë me prindrit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë pranë teje, mos u thuaj atyre as mos i qorto, por foli me fjalë të buta dhe të nderuara. Surja Isra 23. Ky ajet vendos me njëherë pas adhurimit të Zotit një detyrë tjetër madhore: mirësjellje ndaj prindërve. Kjo renditje nuk është rastësi. Ajo tregon se respekti ndaj prindërve është një prej shtyllave të etikës njerëzore. Mendoni për një moment. Prindrit janë ata që na mbajtën kur ishim të pafuqishëm, që na ushqyen kur nuk mund të kërkonim, që u zgjuan netëve pa gjumë për ne. Dhe kur koha kalon, rolet e ndryshojnë. Ata që dikur ishin të fortë, bëhen të brisht. Ata që na udhëzonin, fillojnë të kenë nevojë për udhëzimin ton. Në këtë moment, sprova jon fillon. Të mos thuash nuk është vetëm të përmbahesh nga një fjalë, është të kontrollosh zemrimin, të përmbash lodhjen, të fshehësh bezdin dhe të zvendësosh çdo ndjenjë negative me dëmshuri. Është një edukim i brendshëm, një disiplinë shpirtërore. Profeti i Islamit Muhamedi alayhis salam e theksoi këtë në shumë hadithe. Ai u pyet: kush e meriton më shumë shoqërinë time të mirë? Ai u përgjigj: nëna jote. Pyetja u përsërit 3 herë dhe përgjigjja mbeti e njëjtë: nëna jote. Vetëm në herën e 4 ai tha: pastaj babai yt. Kjo përsëritje nuk është thjesht fjalë, është një kujtesë e sakrificës së pamas të nënës. Në një hadith tjetër, profeti paralajmëroi: i poshtëruar qoftë ai që i arrin prindrit e tij në pleqëri, njëri apo të dy, dhe nuk fiton xhenetin përmes tyre. Kjo tregon se shërbimi ndaj prindërve nuk është vetëm detyrë morale, por edhe një rrugë drejt shpërblimit hyjnor. Por çfarë do të thotë të tregosh durim? Do të thotë të dëgjosh të njëjtën histori për herë të 10, sikur është hera e parë. Do të thotë të ndihmosh pa u ankuar, edhe kur je i lodhur. Do të thotë të flasësh me zë të ulët, edhe kur ke të drejtë. Do të thotë të kujtosh gjithmonë se ata dikur bën të njëjtën gjë për ty, pa kërkuar asgjë në këmbim. Kurani vazhdon më tej duke thënë: edhe në shenjë mëshire, shtrije pranë tyre krahun për ulës e respektues dhe thuaj: Zoti im, mëshiroj ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i vogël. Surja Isra 24. Kjo është një lutje që çdo besimtar duhet ta mbajë në zemër. Një lutje që lidh të kaluarën me të tashmen dhe sakrificën me mirënjohjen. Respekti ndaj prindërve nuk është vetëm në fjalë, por në ton, në sjellje, në mënyrën si i shohim dhe si i trajtojmë. Është në mënyrën si u përgjigjemi, si u qëndrojmë pranë, si i mbrojmë nga vetmia dhe harresa. Në një kohë ku shumë prindër ndihen të lënë pas dore, ky mesazh është më aktual se kurrë. Të mos thuash është të mos i lëndosh as me fjalë, as me shikim, as me heshtje. Sepse ndonjëherë një e vogël mund të peshojë më shumë se 1000 fjalë. Dhe ndonjëherë një buzëqeshje e butë, një fjalë e mirë, një dorë e zgjatur mund të jetë rruga jon drejt mëshirës së Zotit. Kjo është bukuria e këtij mesazhi hyjnor. Ai nuk kërkon gjëra të pamundura, kërkon vetëm zemër, durim dhe kujtesë. Kujtesë për atë që kemi qenë dhe për atë që ata kanë bërë për ne, sepse në fund mënyra si i trajtojmë prindrit tanë është pasqyrë e shpirtit ton.